Përshëndetje. Lajmi mbi procedimin e 3 shtetasve italian gjatë protestës së opozitës përbën një operacion të mirëfillt politik dhe propagandistik përmes të cilit dëshmohet kapja e shtetit dhe konsolidimi i një modeli të shtetit policor. Me datën 8 maj u publikua lajmi se 3 shtetas italian ishin shoqëruar në polici gjatë protestës së opozitës. Pak më vonë këta shtetas u lanë të lirë pasi rezultoi se ndaj tyre nuk kishte prova apo fakte që të justifikonin ndalimin. Ky fakt dëshmoi se policia kryen arrestime dhe shoqërime pa bazë ligjore, vetëm për të krijuar klim frike dhe terrori ndaj qytetarëve dhe protestuesve opozitar. Një ditë më pas, më 9 maj, portali pranë familjes Rama, Prapaskena, publikoi një artikull ku pretendoi se 3 italianët kishin hedhur koktejl Molotov gjatë protestës dhe se sipas portalit ata kishin deklaruar në polici se ishin sjellë në Shqipëri nga Shkëlzen Berisha dhe ishin paguar nga Flamur Noka, Klevis Balliu dhe Belind Këlliçi. Ky lajm i pavërtet u shpërnda më pas nga media të tjera pranë qeverisë si Report TV dhe Shqiptarja.com, duke tentuar të krijojë perceptimi i një organizimi kriminal të protestës së opozitës. Pas publikimit të këtyre lajmeve, Gazeta Tema publikoi një editorial ku hidhej teza se rekrutimet po bëheshin në Itali për shkak të një fryme anti-Rama në atë vend, si edhe për faktin se Partia Demokratike gjëja kishte mbështetjen e mediave italiane. Më datë 10 maj, për të mbështetur më tej këtë narrativ në televizionin e ABC News, u transmetua një intervistë ku personat paraqitur si analist apo ekspert të sigurisë pretendonin se 3 shtetasit italian kishin hedhur Molotov dhe kishin dhënë deklarime të detajuara në polici. Në fund të kësaj fushate mediatike reagoi edhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taoland Balla, i cili deklaroi publikisht: "Mirë që dhunuan policin, por kush i solli italianët me Molotov?" Kjo deklaratë u paraqit si fakt i kryer pavarësisht mungesës së provave dhe vendimeve gjyqësore. Më pas ky reagim u shpërnda dhe u amplifikua nga një pjesë e madhe e mediave kombëtare, duke forcuar më tej narrativën e ndërtuar kundër protestës së opozitës. Në këtë mënyrë u krijua një operacion i koordinuar mediatik dhe politik përmes të cilit u proceduan 3 shtetas italian pa prova të qarta, u hodh balë mbi protestën e opozitës, u tentua kriminalizimi i opozitës dhe u ngrit një procedim penal ndaj meje, deputet i Partisë Demokratike. Ky mekanizëm ngjan me praktikat e ish-sigurimit shtetit ku pushteti prodhonte dëshmi të fabrikuara dhe akuza të pabazuara për të goditur kundërshtarët politik dhe për të krijuar armiq të brendshëm apo armiq të jashtëm. Kjo skem e përpunuar anti-opozitare dëshmon kapjen e institucioneve shtetërore ku policia, media dhe segmentet të sistemit të drejtësisë përdoren në funksion të propagandës politike. Partia Demokratike hedh poshtë me neveri çdo insinuat për përdorimin e mercenarëve në protestat e saj dhe e dënon këtë operacion manipulimi ku janë përfshirë policia, media dhe qeveria. Kjo është një përpjekje në vazhdim të përpjekjeve të tjera për të mbytur zërin e opozitës dhe baltosur kryengritjen paqësore. Faleminderit.